Ligji për branitellat në labirintin e letrave të VMRO-DPMN-s dhe LSDM-s. Përmes propozuesit të projekt ligjit Vele Gjorgjevski, VMRO-ja i kërkoi kryetares së Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale Cvetanka Ivanova nga LSDM që të thërasë seancë për vazhdimin e debatit rreth projekt ligjit për branitellat. Nga ana tjetër, LSDM-ja ka njoftuar përmes një letre kryetarin e Kuvendit Trajko Veljanovski se nuk do të drejtojë me seancën për branitellat dhe kështu Veljanovski të caktoi një kryesues tjetër, sikurse ndodhi një ditë më parë ku në të njëjtin komision Mile Pachemski kryesoi shqyrtimin dhe miratimin e 9 ligjeve nga fusha sociale. Sakam da iskoristam ova prilika Dëshiroj të shfrytëzoj rastin dhe të bëj thirrje kryetares së Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale që të thërasë vazhdimin e seancës së Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale, ku në rënd të ditës është ligji për të drejtat të veçanta të forcave të sigurisë, të njohur si ligji për branitellat, për shkak se si kryetare e Komisionit as ajo, as unë e as kush tjetër nuk ka të drejtë që të zgjidhim ligjet për cilat do të kryesojmë, ligje të cilat na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë dhe varësisht nga kjo të thrasim apo jo seancë të kryesojmë apo jo. Megjithatë, nga LSDM-ja presionin e VMRO-DPMN-s e cilësuan si vazhdim të teatrit politik të partnerëve të koalicionit qeveritar. Zato a denes do presedatelot na Sot tek kryetari i Kuvendit Trajko Veljanovski parashtruam një kërkesë të firmosur nga të gjithë anëtarët dhe zëvendësit e Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale, nga radhat e opozitës, përmes së cilës kërkojmë që të mos e zgjas pa nevojë debatin rreth ligjit për branitellat. Kërkojmë në mënyrë të njëjtë, sikurse rreth paketës së ligjeve sociale, të thras me njëherë komisionin ku do të vazhdojë debati rreth ligjit për branitellat, të caktoj kryesues nga radhat e VMRO-DPMN-s dhe të siguroj mekanizëm për miratimin e ligjit për branitellat. Kjo krizë bojkoti për sa i përket drejtimit të komisionit ku prej muajsh po shqyrtohet projekt ligji i branitellave, erdhi pasi kreu i Kuvendit caktoi seancë të re për miratimin e disa ligjeve të tjera, veçanërisht për pensionet e qytetarëve. Afati i këtyre projekt ligjeve ishte për konkretizim në muajin mars dhe sipas maxhorancës ato po mbaheshin bllokuar nga ngecja e debatit për projekt ligjin e branitellave.